Berat përshtyp. Stop urbanizimit të parkut kombëtar Livia Karavasta. Koalicioni i shoqërisë civile në mbrojtje të parkut kombëtar Livia Karavasta shpreh shqetësimin e lartë në lidhje me propozimin për ndërtimin e një kompleksi urban në zemër të parkut kombëtar dhe në shkatrim të vlerave të tij, të zonës Ramsar të lagunës së Karavastas, zonës Emerald, zonës së rëndësishme për shtendë, epiqendrës së larmisë biologjike dhe zonave të mbrojtura të Shqipërisë. Urbanizimi i emërtuar si masterplani Resort Livjak Albania dhe i propozuar në formën e sotme pranë autoriteteve shqiptare nga kompania Mabetex Group nuk është asgjë tjetër veç si një projekt i rindërtimi në një zonë të mbrojtur që kërkon të përfitojë privatisht nga një pasuri kombëtare e ruajtur prej shekuish dhe e sankcionuar në disa akte ligjore mbrojtëse që kanë zanafillën që prej vitit 1964. Projekti i ndërtimit kërkon zënjen dhe zhdukjen e 10% të territorit të parkut, ndërkohë që infrastruktura shoqëruese e përbërë nga rrugë, ndriçim, rrjet elektrik, dallë kthyese dhe aktivitete të tjera do të ndikojë negativisht në 100% të sipërfaqes së tij. Për një vlerë vetëm 1 euro, projekti kërkon të zaptojë 12 kilometra të vijës brezbetare, të ndërtojë 2400 apartamente, 370 vila, një resort turistik prej 90 hektar dhe një qytet për 18 banor. Ky kompleks urban është për një popullsi sa dyfishi i qytetit të Divjakës, ndërkohë që ka një shtrirje dhe ndikim shumë të gjerë në territor. Procedura e ndjekur deri më tani nga institucionet e shtetit dhe investitorit për paraqitjen e projektit para publikut është e kundërligjshme dhe përpiqet të fshehë karakterin shkatërues të këtij projekti, që do të sjellë jo vetëm dëmtim të ekosistemit, habitateve përbërës dhe gjallësave të egra, por edhe shkatrim të ekonomisë lokale e sidomos asaj të peshkimit. Investitori i këtij projekti kërkon qeverisë shqiptare të shkelë me të dy këmbët kuadrin ligjor dhe lejuar ndërtim në zonën qendrore dhe zonën e përdorimit të qëndrueshëm të parkut kombëtar. Projekti është në kundërshtim të plotë me legjislacionin shqiptar në zonat e mbrojtura, konventën e Ramsarit, konventën e Vërnës, konventën e Espos dhe direktivat e habitateve dhe të shpejtëve të Bashkimit Evropian. Miratimi i këtij projekti do të zhvlerësonte të gjitha nismat institucionale dhe ligjore të qeverisë dhe parlamentit për mbrojtjen e natyrës. Ky projekt është shkatrimtar, i kundërligjshëm dhe duhet ndalur. Koalicioni i bën thirrje politikës shqiptare dhe ekzekutivit që të gjykojnë dhe të marrin vendime duke zbatuar paketën ligjore kombëtare për mbrojtjen e natyrës, mjedisit dhe zhvillimit lokal, si dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në këtë qëllim. Shoqëria civile nuk do të tërhiqet nga lufta për mbrojtjen e së mirës publike nga ky shkatrim i paratën.